Studentët e rinj të cilët si vjet janë regjistruar në këtë kolegj për punën dhe studimit i njoftoi drejtori i kolegjit në Gjakov Allaudin Berisha, që i uroi mirëseardhje studentëve të rinj, por edhe atyre që do të vazhdojnë studimet në Universum. Është kënaqësi shumë e madhe me i uru mirëseardhje gjeneratës së tretë të studentëve në kolegjin Universum, kampusin në Gjakov. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për të gjithë prej neve, sidomos për na që studiojmë për herë të parë që kemi filluar studimet. Idal Ramoja është student i cili ka zgjedhur të studiojë në Universum, i cili thotë se këtu ka të ardhme. Ky kolegj pra mundson shumë mundësi, pra këtu mund të shkollohesh edhe me ndërkombëtarisht, pra ke mundësi që të dalësh jashtë të ofrohesh në vende të ndryshme të shkollohesh. Ndërsa Marigona Berra, student e vitit të dytë, tha se Universumi është kolegji i cili e ka afirmuar. E veçanta kolegjit Universum është se njëkohësisht kemi pasur edhe një ori praktike edhe teorike. Do të thotë gjithçka që kemi mësuar me teori e kemi vënë edhe në praktik. Në kolegjin Universum si vjet janë regjistruar rreth 150 studentë në degët biznes, shkenca politike, kompjuterike, administratë publike e të tjera.